Sot është dita botërore e veprave të mira dhe në qytetin e Gostivarit kjo ditë është shënuar duke rregulluar pajisjet dhe rekvizitat e dëmtuara në qendrën rekreative që gjendet në kuadër të parkut të madh të qytetit, menjëherë përballë gjykatës së Gostivarit. Iniciativa vjen nga organizata jo qeveritare, Asociacioni për Iniciativa Demokratike, i përkrahur nga Komuna e Gostivarit, ndërsa nismës u bashkangjitën nxënës të shkollës së mesme teknike. Kështu deklaroi Lulzi Maziri nga Asociacioni për Iniciativa Demokratike, i cili në këtë aktivitet u angazhua edhe personalisht, duke freskuar ngjyrat e rekvizitave që sot u riparuan. Mesazhi i tij është që shoqëria të bëjë gara me vepra të mira dhe punë të dobishme, sepse vetëm në këtë formë mund t'u arshtojmë jetëgjatësinë të mirave tona të përgjithshme. Është iniciativë globale e cila shënohet prej 12 prill deri në fund të muajit prill dhe shënohet në 115 shtete të botës në të njëjtën kohë. Qëllimi është që të bëhen vepra të mira, qëllimi është që të mobilizohet bashkësia, që të jetë më aktive në shoqëri, dhe qëllimi është që të motivohen qytetarët që për punë të dobishme, dhe në këtë drejtim Asociacioni për Iniciativa Demokratike i përkrahur nga Qendra Maqedonëse për të rinj dhe nga Komuna e Gostivarit ju qasëm që ta renovojmë një pjesë të parkut të qytetit përballë gjykatës dhe parku tjetër që është prapa sallës së sporteve, me qëllim që ti riaktivizojmë të gjitha ato pajisje dhe gjitha ato që kanë qenë të dëmtuara. Kënaqësi që e kanë përkrahur këtë nismë shprehën edhe nga Komuna e Gostivarit. Zudi Xhelili nga sektori për ekologji tha se kjo ishte forma më e mirë për të përcjellur mesazh tek qytetarët se kujdesi për mjedisin jetësor është detyrë që na takon të gjithëve. Përcjellim një mesazh tek qytetarët se mjedisi jetësor na takon të gjithëve që të kujdesemi për ta mbrojtur, për të pas një ambient sa më të pastër, më të mirë, dhe gjithë këto kënde lojrash janë vënë për t'i shërbyer qytetarët dhe se duhet të kemi kujdes për t'i ruajtur sa më tepër dhe mesazhi tjetër kundër atyre që i keq sillen keq me këto kënde lojash duke shpreh vandalizëm. Xhelili paralemroi se nisma si kjo e sodit janë planifikuar edhe gjatë periudhës në vijim, ndërsa Komuna e Gostivarit është shprehur e gatshme për t'i përkrahur.